A I kanë femnat standardet shumë nolta, apo djemë shumë tolta. No, hey, he's cheating. nuk po marr rrugë qysh ka mundësi që edhe futbollistat milionera mu tradhtu. Kevin De Bruyne, partnera e tij e ka tradhtu me Courtois. Mario Icardi e ka marrë gruën e shokut vet Maxi Lopez. E Ryan Giggs skandali më i ron me gruën e vllaut vet. E tash kur sta tradhtohen, ç'a me prit na tjerët. Jo bre prit pak, pjallën i fajnë veç femnave. Pa dhe meshkujt si të bojnë pak status e prishin lidhjen vet. Pikeja e kalon Shakirën për një tjetër. Jay-Z e ka pranu vet që e ka tradhtu Beyoncé. Edhe Offset e ka tradhtu Cardi B disa herë edhe ajo prapja ka fal. Jo bre se ku me di sa I mirë me kon djali, femnës prap nuk I del boll e ka me lyp edhe ma shumë. Jo, problemi është që meshkujt mendojnë që veç do të me kon okej. Po lidha kërkon shumë ma shumë si qaq. Oke me pon komente që krejt kanë mu pajtu me mu. Harroa të punë. Çka I të thonë ti nuk ka hiç logjik. E ti trego ma menimin të në komente. E për ma shumë video si kjo, follow Urban FM krejt platformat. Edhe subscribe në YouTube.